Përshëndetje, doktor Artan Ibra, Klinika Provizion. Sot do të flasim lidhje me kontrollet periodike të syve. Kontrollet periodike të syve janë shumë të rëndësishme për të siguruar që sytë tuaj gëzojnë shëndet të plotë. Ato duhen kryer në çdo moshë, por në varësi të moshës ndryshon edhe fokusi i vizitës. Kontrolli i parë i syve duhet të kryhet rreth moshës 3 vjeç, por është e domosdoshme që deri në moshën 6 vjeç fëmijët të kenë kryer vizitën e parë të syve. Kjo vizitë ka për qëllim që të përjashtojnë problemet e lindura të syve dhe të sigurohemi që sytë e fëmijës kanë zhvillim dhe shikim normal. Pas moshës 6 vjeç deri në mbarim të adoleshencës, fokusi i vizitës është kontrolli i shikimit dhe parandalimi i miopisë. Miopia është vështirësia e shikimit larg dhe është problemi më i shpesh sot në të gjithë botën për fëmijët dhe adoleshentët. Në Shqipëri prek rreth 30% të këtyre grup moshave. Më tej deri në moshën 45 vjeç, qëllimi i kontrollit është që të sigurohemi që shikimi është maksimal dhe sytë janë të shëndetshëm. Dhe pas moshës 45 vjeç, përveç kontrollit të përgjithshëm, bëhet edhe një kontroll për përcaktimin e numrit të syzeve për afër. Me kalimin e moshës shtohet edhe rreziku për t'u prekur nga sëmundjet të syrit, ku më të rëndësishmet janë glaukoma ose tensioni i syrit, katarakta ose perdja e syrit, degenerim makular ose plakja e dritë të syrit. Veçanërisht pas moshës 60 vjeç është e rëndësishme që të bëhet një kontroll i detajor i syve një herë në vit për fshirje dhe madjen e tensionit të syrit. Të gjithë njerëzit kanë nevojë për një kontroll të syve një herë në vit, por ka disa pacientë të cilët kanë rrezik më të lartë për probleme të syve, si për shembull diabetikët, ata që janë mbi 40 vjeç dhe kanë persona të familjes të prekur nga tensioni i syrit, ata që kanë kryer operacione në sy, ata që kanë shikim shumë të ulët e njëri sy, ata që mbajnë syze me numër të lartë veçanërisht kur janë miop, dhe ata që vuajnë nga tensioni i lartë i gjakut. Ajo që duhet mbajtur mend është që pavarësisht moshës tuaj, ju duhet të kryeni një kontroll të syve një herë në vit. Me kalimin e kohës këto kontrolle bëhen të domosdoshme për të zbuluar sëmundjet e syve. Zbulimi i sëmundjeve serioze të syve, si për shembull tensioni i syrit, dëmtimet e retinës nga diabeti ose plakjet e dritë të syrit, na ndihmojnë neve që të japim trajtimin e duhur për të shpëtuar shikimin tuaj. Mos harroni, çdo person mbi 40 vjeç duhet të kryejë një madje të tensionit të syrit një herë në vit. Kryeni një kontroll të syve çdo vit që të ruani shikimin tuaj gjithë jetën.